Gazën palestinezëve në parapikisht në këtë burg të hapur mund ta quajmë sot. Por përtej atij përjashtimi që më sa duket edhe i përjashtim tash po eliminohet sepse Izraeli po fillon të marrë llokma edhe nga ky territor, palestinezët në atë rajon vetëm kanë humbur territor. Moment që ata largohen nga i vend, nuk rikthehen dot më aty ku janë. Kështu që edhe ftesa që është bërë, që është për mua është një ftesë hipokrite nga Tony Blair, që dëshiron që ta udhëheqë këtë bord faqe, që thotë do të japim dokumenta, pronësie, këtyre njerëzve që duhet largohen përkohësisht nga Gaza, që të rikthehen sërish në Gaza, për mua është një gënjeshtër e madhe. Sepse sot në Gaza jetojnë ata njerëz që janë pasardhës aty që jetonin në Haifa apo vende të tjera që sot janë qytete izraelase. Edhe që aty sigurisht mohohet drejta për të rikthyer në shtëpitë e tyre, ndonse kanë dokumentat e tyre të shtëpisë, ndonse kanë çështje të shtëpisë për qarqafës, por aty nuk lejohet të rikthehen. Kështu që fatkeqësisht për mua verdikti është një verdikt negativ, unë nuk mendoj që kjo nënshkron domosdoshmërisht një paqe ose një jetë më të mirë për palestinezët në Gaza. Do të jetë thjesht një vazhdimsi e një pasigurie që menaxhohet nga ndërkombëtarët dhe që sigurohet nga forcat e Izraelit. Thelbi ishte ky në fakt dhe është i thënë shumë qartë. Zoti Mema, po tani jam kurioze, nëse ky plan pranohet dhe nga Hamasi dhe nis implementimi i tij. Tani kemi parasysh që ka një lloj ngërçi që krijohet ndërkombëtarisht. Sepse janë mbi 100 shtete, nuk doja të gabuja me shifrën, por diku te 120 shtete që ndërkohë kanë njohur shtetin e Palestinës, ka pasur njohje të reja gjatë kohës. Çfarë ndodh me këtë skenar tani? Jo, sigurisht të dy skenarët dhe njohja e shtetit të Palestinës sigurisht ishte një lëvizje politike e evropianëve dhe të tjerëve për të nxitur Izraelin pikërisht në këtë marrëveshje, për të dëgjuar se qëndrimi yt në arenën ndërkombëtare sa vjen dhe ulet. Në Shtetet Bashkuara sapo doli një sondazh tjetër ku mbështetja ndaj Izraelit është në pikë më të ulët që ka qenë ndonjëherë. Më të ulët. Brezit e rinj, sidomos brezit Z apo Alfa, Millennials, të gjithë to Alfa janë shumë të vegjël për të kuptuar, por ato që janë pak në kolegj tashmë, unë shikoj edhe në audiencët e mia, në auditorët e mia, me studentët ku qëndrimi ndaj Izraelit është shumë kritik. Dhe tashmë edhe djata në fakt përtesë martës po e kritikon Izraelin në mënyrë të ashpër. Shikojmë edhe persona si Charlie Kirk që u vra, i cili gjithashtu kritikoi Izraelin. Pra, kjo është një periudhë pa precedent për Izraelin dhe ka një presion të madh pikërisht për shkak të atyre panë. Kështu që njohjet thoni ju i shërbyen në një farë mënyre edhe arritjes së kësaj marrëveshje, sepse e dhan atë presionin e duhur te Netanyahu. Në një farë pike po mos harrojmë që janë 145 shtete. Shteti më i rëndësishëm tashmë për të thënë po është Shtetet Bashkuara. Sepse për të hyrë në Kombet e Bashkuara, i cili është një klub shtetesh, pra për të qenë qartë në aspektin ligjor, një shtet ekziston nëse ka aftësi për të kontrolluar territorin e vet, për të pasur një forcë ushtarake për të kontrolluar gjithashtu edhe kufijtë e vet, ka si për të bërë marrëveshje tregtare dhe të tjera dhe për të dhënë një pasaportë. Në aspektin ligjor, Palestina si shtet ekziston, sepse ka edhe përfaqësues në futboll, ka përfaqësues edhe në gjykatën ndërkombëtare penale, ka përfaqësues kudo, konsiderohet si një shtet. Pyetja është, a mund të jetë pjesë e Kombeve të Bashkuara? Dhe Kombet e Bashkuara janë një klub shtetesh. Dhe në krye të këtyre klubeve ka 5 shtete, të cilat marrin të gjithë vendimet kryesore. Shtetet Bashkuara, Rusia, Kina, Franca dhe Britania e Madhe. Dhe sigurisht pengesa kryesore aty është Shtetet Bashkuara. Ky deri në farë vendi sigurisht presioni është i nevojshëm, është i domosdoshëm, ka një lloj rezultati. Por pa Shtetet Bashkuara, Palestina nuk mund të jetë dot një antar i Kombeve të Bashkuara. Pse është rëndësishme kjo? Sepse të jesh antar i Kombeve të Bashkuara të bën ty pastaj të sigurt nën ombrellën, nën çadrën e të drejtës ndërkombëtare, sepse tashmë Izraeli pastaj të lufton me një shteti, jo disa forcat e paorganizuara të atij shteti. Dhe kjo pastaj krijon edhe një lloj përgjigje nga komuniteti ndërkombëtar. Për sa kohë që Palestina